Pas ankesave për vonesën në dekretimin e ligjit, Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka firmosur më në fund aktin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, duke i hapur rrugën zbatimit të tij gjatë vitit 2026. Sipas ligjit të dekretuar, nga janari deri në dhjetor të vitit 2026, i gjithë vendi do të përfshihet në fushatën e rivlerësimit të pronave, një proces që do të realizohet me një normë tatimore prej 5%. Kjo normë aplikohet mbi diferencën mes vlerës së regjistruar në kadastër dhe vlerës reale të tregut, ndërkohë që aktualisht në rast shitjeje të pronës, tatimi arrin në 15%. Ligji parashikon që kjo të jetë norma më e lartë tatimore aplikuar ndonjëherë për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, që prej procesit të parë të ndërmarrë vite më parë. Ndryshe nga skemat e mëparshme, kësaj here norma do të jetë e njëjtë si për individët, ashtu edhe për bizneset. Përfitues të këtij procesi do të jenë dhe ata individ që janë në proces legalizimi dhe regjistrimit të pasurisë, por për këtë rast procedurat e rivlerësimit dhe pagesës për rastet e parashikuara në këtë nen përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Nga ana tjetër, agjentët e tregut imobiliar argumentojnë se rivlerësimi synon formalizimin e tregut të pasurive të paluajtshme, rritjen e transparencës dhe përafrimin e vlerës zyrtare të pronave me çmimet reale të tregut, duke krijuar një bazë më të drejtë tatimore për të ardhmen.